Jemi njoftuar në librin e Allahut se mbi ne qëndrojnë 7 palë qiej dhe kjo siç thuhet në një ajet të surës An-Naba, ku Allahu madhëruar thot: "Wa banayna fawqakum sab'an shidada", dhe ne mbi ju kemi ndërtuar apo vendosur një shtatçe të fortë. Thon komentues të Kuranit, shtatçja e fortë janë 7 palë qiej që rrethojnë tokën në çdo anë dhe janë krijesa gjigande për i krijesave të Allahut madhëruar. Saqë me to lidhet shpeshherë fuqia e plot e Allahut madhëruar, është shenjë treguese për fuqinë e plotë të tij dhe gjithashtu për pushtetin absolut të tij. Siç thuhet në Kur'an: "Was-samaa'a banaynaha bi'aydin wa inna lamusi'un". Qiellin, thot Allahu madhëruar, e kemi krijuar me fuqinë tonë të plot dhe kemi zgjeruar atë për ta përfshirë tokën në çdo anë. Pra, fuqi e madhe dhe pushtet absolut, kjo e Allahut madhëruar, dhe këto krijesa janë aq gjigande sa vetëm qielli i dynjas, i cili përmban yjet dhe planetet, ku mes tyre ka yll apo planet që është me qindra mijëra, madje edhe miliona herë më i madh se toka, atëherë ç'mund të thuhet për qiejt e tjerë që vijnë pas tyre, ndërkohë që dihet se edhe mes çdo dy qiejve ka 500 vjet distancë. Kështu madhështinë e tyre dhe realitetin e tyre nuk e di veç se Allahu i madhëruar, dhe gjithashtu jemi njoftuar në lidhje me këto qiej se janë krijesë e bukur e Allahut madhëruar dhe gjithashtu krijesë që tregon precizitet dhe përsosmërinë e krijimin e tij. Prandaj Allahu madhëruar thot në Kur'an: "Was-samaa'i dhatil hubuk", pasha qiellin me bukurinë dhe hijeshinë e tij. Dhe gjithashtu thot Allahu madhëruar: "Fa hal tara min futur", a sheh në krijimin e këtyre qiejve ndonjë mangësi? Pra, krijesa me hijeshi dhe të bukura dhe gjithashtu krijesa me precizitet dhe përsosmëri të madhe në krijimin e tyre. Gjithashtu jemi njoftuar në librin e Allahut se banorët e këtyre qiejve janë me lajket dhe numri i tyre është aq i madh sa thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "Attatis sama", po kërcet qielli, "wa huqqa laha an ta'it", dhe meriton ajo që ta bëjë një gjë të tillë, pra të nxjerrë këtë zë dhe të kërcas, sepse thot profeti sallallahu alaihi wasallam, nuk ka në të ndonjë vend sa 4 gishta apo një pëllam që të mos ketë një melek që ka vendosur kokën e tij në sejdë për Allahun e madhëruar, duke e lavdëruar dhe madhëruar atë. Gjithashtu jemi njoftuar në librin e Allahut se këto qiej kanë edhe porta nëpërmjet cilave zbresin me lajket me caktimet e tij, siç kanë edhe roje, sidomos qielli i dynjas, për ta ruajtur atë nga vjedhja e lajmeve të qiellit nga ana e shejtanëve. Dhe gjithashtu jemi njoftuar në librin e Allahut se këto qiej, siç tregojnë në këtë botë për madhështinë e Allahut madhëruar, për përsosmërinë e krijimit të tij, për pushtetin absolut të tij, kur të vi momenti i fundit i dynjas, atëherë ato do shkatërrohen dhe yjet do shkëputen prej tij, siç thot Allahu madhëruar: "Idha as-samaa'u fatarat wa idha al-kawakibu intatharat". Thot Allahu madhëruar, përkujto kur qielli do të qahet dhe të shkatërrohet dhe yjet do shkëputen prej tij, dhe kjo është shenjë e mbarimit të kësaj bote dhe e kalimit në botës tjetër. I lartësuar qoftë Allahu madhëruar që nuk e kanë vlerësuar krijesat atë siç duhet, siç thot Allahu madhëruar në Kur'an: "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi", nuk e vlerësuan mohuesit Zotin e tyre apo Zotin e gjithësisë ashtu siç e meriton ai të vlerësohet.